Infektimi nga gripi dhe virozat në vend janë në pikun e tyre. Intensiteti i qarkullimit po rritet nga java në javë. Autoritetet e shëndetit publik thonë se virusi që po dominon është gripi tipit A, me nën variantin AH3N2, nën tipi K dhe më pak H1N1. Por jemi larg pragut epidemik, pra nuk ka vend për fare për panik. Numri i infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme javën e kaluar ishte rreth 18.500 raste. Më të prekur janë grup moshat fëminore, pra 0-14 vjeç, dhe ajo që është karakteristik për këtë javë është dhe prekja më tepër grup moshave të reja dhe grup moshave të mesme. Përveç formave agresive, infektimet kanë shkaktuar edhe ndërlikime në shëndet për shumë pacient, gjë që ka sjellë dhe rritje të numrit të shtrimeve spitalore. Konkretisht këtë javë janë shtruar 130 pacientë në infektiv dhe 6 fëmijë në pediatri. Trendi i shtrimeve në spital ka ardhur në rritje, por mund të themi që është në një situatë e zakonshme për stinën, nuk ka patur mbigarkesë spitalore. Duke qenë se 80% e rasteve në urgjencat spitalore janë vizita rutinë, Instituti i Shëndetit Publik rekomandon kontaktin me mjekun e familjes. Shmanget shkuarja direkt në urgjencë duke shkaktuar grumbullim dhe mbi popullim të urgjencave, thjesht për një vizitë të thjesht që mund të kryhet tek mjeku i familjes. Vaksinimi mbetet arma më e mirë mbrojtëse edhe pse jemi në kulmin e infektimeve. Asnjëherë nuk është vonë për vaksinimin, pavarësisht se jemi në pikun e qarkullimit. Autoritetet këshillojnë shmangjen e vend grumbullimeve, larje të shpeshtë të duarve dhe përdorim të maskës në qendrat shëndetësore.